Mirëmëngjes të dashur demër, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është barra të dashur demër. Tani, siç po shikoni në letër është një njeri që bart një njeri mbi vetë dhe një gjel mbi, sa të për të pasqyruar atë barrën mbi supet e juaja. Duket se jeni duke ndjekur një rrugë që s'është absolutisht e juaja. Një drejtim që s'është absolutisht i juaj. Përshmërit, fajet, detyrimet, një ndjesi e tillë është kjo që është duke ju shqetësuar. Nuk është turp të zgjedhni rrugën e juaj, nuk është turp të bëni atë çfarë mendoni që është më e mira për ju. Kjo barë që e ndjeni të nevojshme ta bartni, ka ardhur koha të liroheni. Nuk ju liron askush të dashur demër, përveç ju vetë. Prandaj, është ajo shprehja që thonë, si jam i detyruar të shkoj aty ku më tregojnë të tjerët. Rruga ime më pret kur të kem guximin të heq këtë barë dhe të ec vetë. Zgjedhja është e juaja, por nga kjo barë në çfarëdo forme të jetë mbi ju, duhet liruar. Nuk jeni të detyruar për askë dhe për asgjë.